Fëmijët që vijojnë mësimin në shkollën Daud Bogujevci në Fushë Kosovë përballen me rrezik sapo dalin nga dyert e saj. Në rrugën Tahir Zemaj mungon pengesat dhe vijat e bardha për këmsor, gjë që bën që automjetët të kalojnë me shpejtësi duke rrezikuar fëmijët. Të shqetësuar me këtë gjendje janë prindërit. Rrezikshmëria është te jetë mose. Unë kisha kërku prej kuvendit komunal që të citën 3 barikada, që kjo rrugë bllokohet. Arsyeja pse kur dalin fëmija le të jenë sigurt në këtë rrugë. Apo që është për shekere shumë, s'po nolën, fëmijat vogël nuk po dinë, bollë të shtirë. Nga menaxhmenti i shkollës tonë se kanë bërë ankesë në komunën e Fushë Kosovës me qëllim të rritjes së sigurisë së nxënësve. Është shumë shqetësuese për neve si shkollë, meqense se afërsia prej derës kryesore ku bëjnë dalje nxënësit është shumë e afërt, po shenjat kisha dashur me thonë që drejtoria e arsimit bashkërisht me drejtorinë për kasi që i takon për shenjizim të rrugëve, sa ma shpejt që është e më që më rregullu. Por nga komuna e Fushë Kosovës tonë se sinjalistika në këtë vend mungon përkohësisht për shkak të ndërhyrjeve të fundit në infrastrukturë. Por shenjat thonë se do t'i vendosin vetëm pasi t'ju aprovohen të hyrat vetanake. Jemi duke pritur aprovimin nga Ministria e Financave për ridestinimin e të hyrave vetanake dhe pasaj të përfundojmë sinjalizimin horizontal në këtë rrugë. Për të shmangur rrezikun për fëmijët, prindërit thonë se vendosja e shenjave do të reduktonte të llovinë që shkaktohet në këtë rrugë gjatë ditës.